Ndarja nga jeta e Artan Lames ishte një lajm shumë i papritur. Kjo pasi ai nuk u nis drejt Gjermanisë në gjendje kritike për jetën, përkundrazi, ishte i shoqëruar nga bashkëshorte dhe vajza para se të shkonin në spitalin ku kishte planifikuar ndërhyrjen në zemër. Ai ka shkuar në Gjermani disa ditë përpara dhe ka shëtitur vendet më interesante të qytetit. Këto janë detaje që i ka treguar vajza e Lames, Lisa, e cila pasi la një periudhë të shkurtër kohore që të përvetësonte dhimbjen që i la largimi nga jeta i babait, ka bërë një dedikim të ndjerë për të atin. Ajo ka treguar për fundjavën që kaloi me Tanin dhe se si i mbajti dorën në momentet e fundit të jetës. Lisa shkroi: "Kërkoj të shkruaj fjalë, por fjalë nuk gjej. Ai për mua nuk ishte vetëm baba, por ai ishte pikë referimi. Ai nuk fliste me absolute dhe unë e kundërshtoja. Mendoja që disa rregulla ishin të shkruara në gur. Babai më thoshte se vdekja të lë gjithmonë pishmane. Jam e nderuar të them që po e kundërshtoj për të fundit herë. Dhe e dini pse them këtë? Sepse para se të ndaj nga jeta, unë pata nderin të kaloja një fundjavë perfekte me babin. Me të dy prindrit, dorë për dore, shkuam në muzeume, kisha dhe në mesin e qytetit të ri. Nuk mendoj që në jetën time do të kishte një fund më të lumtur, sesa fakti që për herë të fundit arrita t'i mbaja dorën babit. Ai nuk e kuptoi që më ka bërë dhuratë më të bukur atë fundjavë. Babi e donte jetën dhe atë e tremte shumë vdekja, por ai u largua nga kjo botë, i rrethuar nga njerëzit e tij më të dashur, miq e shokë që i qëndruan pranë. Nuk do ta kisha menduar asnjëherë që ajo fundjavë do të ishte e fundit, që unë dhe babi im do kalonim së bashku, por e falenderoj shumë babin, sepse ajo ishte dhurata më e bukur që më bëri. Prehu në paqe bab, të duam shumë, përfundon mesazhin e saj të ndjerë vajza e Artan Lames.